Ju përshëndes. Do t'ju tregoj diçka që ndodhi sot. Teksa isha pranë fëmijëve që po bënin detyrat, ishin mbledhur të gjithë bashkë, shokë dhe shoqe, dhe më pyetën për diçka. Më pyetën për ekonominë. Dhe unë dua t'ju tregoj sot për pushtetin ekonomik. Jo se dua t'ju tregoj sepse di gjithçka. Jo, po për ta diskutuar së bashku, sepse përmbledhja që bëra sot ishte vërtet geniale. Ndonjëherë kur bisedon me dikë kupton që është një argument thelbësor që mund të diskutohet së bashku. Dëgjojeni me kujdes. Si gjithmonë kush është rastisht nëse nuk e keni bërë ende, lidhuni me këtë faqe që të shihemi sërish dhe faleminderit që jemi për bashkë. Po thoshe që po përgatisnin këto mësimet e fundvitit ose mirë tezën, si quhet, provimet. Dhe gjithse kush kërkon që të prezantoj diçka. Dhe më pyetën në këtë rast për ekonominë, ose si funksionon ekonomia dhe çfarë nëse do të ishte një argument për ta bërë si tezë. Por thash është shumë kompleks për ju, i thash, megjithatë unë do ja u them. Dhe po e përsëris këtu që ta diskutojmë së bashku. Do t'ju lutesha që të lini një koment çfarë mendimi keni ju. Atëherë, shikoni, do ta thjeshtësoj, do ta bëj sa më të thjeshtë jetë e mundur dhe më thoni nëse gaboj diku. Si funksionon ekonomia dhe pse e quaj pushteti ekonomik? E thjeshtë. Tani, nëse do të bëjmë një grafik të pushtetit ekonomik. Ekonomia botërore varet vetëm nga disa individ. E dini apo jo? Pra gjithë ekonomia botërore varet nga disa individ. Këta individët janë vetëm pak, janë pothuajse 6-7, po le të themi 3 janë ata më të rëndësishmit. Janë 3 sepse janë kompanitë më të mëdha në botë që blejnë aksione. Pra blejnë, si mund të quhet, blejnë para. Okay? Blejnë para nga një që ka para. Tani, çfarë ndodh? Në këto kompani, e zëm sikur janë këto kompani që shihni këtu, këto 4 që shihni, edhe të tjerët pastaj vinë më vonë, por vetëm këto të 4-ta. Këto kompani kanë buxhetin kryesor. Nuk po flasim për një vend eksakt, por janë kompani që janë të shtrira në mbar botën, sepse kanë lidhje me Rusinë, pra kanë aksione me biznesmen rus, kinez, afrikan, indian, japonez, apo ku ta di unë, australian, por disa prej tyre gjenden në Amerikë, pra 4 më të mëdhenj, 3 më të mëdhenj. Dhe çfarë ndodh? Këta kanë aksione në të gjitha këto kompanitë më të mëdha. Në kompanitë të mëdha, pra kompanitë të mëdha ose aksionerë të tjerë më të vegjël kanë të tjera kompani ku kanë investuar, e kështu me radhë. Dhe ato zgjaten, për shembull, nëse këta janë 4, të tjerët janë 14, dhe të tjerët akoma janë 40, pastaj janë 400 e tjerë. Sepse të gjitha këto janë të lidhura me njëra tjetrën, por këta janë kryesorët. Pse? Sepse kanë buxhetin kryesor të investimeve. Duam apo nuk duam, këta të 4 ose 3 janë ata që lëvrojnë aksionet. Sepse nëse do thot ai mua më duhen, thot këta kryesorët, i thon këtyre poshtë, mua më duhen 6%, 5% apo 10% për të bërë këtë punë. Dhe ai, sepse ky ka paguar aksionet, nëse ai duhet ja jap se s'bën, dhe nëse ai merr 3, 4, 6 apo 10% për të investuar diku tjetër, për të lëvizur diku tjetër, është sikur të marrësh një pjesë nga këtu dhe ta futesh këtu, të parave. Parat ato janë. Nuk është se para ka më shumë, ato janë, sepse nëse do të rritet paraja, ose shuma e parave, ka inflacion. Kështu që nuk mund të bëhet, është përafërsisht e njëjta, pra paraja me punën që prodhohet ose që bëhet. Dhe çfarë ndodh tani? Nëse ky, më ndiqni pak me kujdes, më thoni nëse unë gaboj diku. Nëse marrin 6%, 10%, për shembull, nga ato kompani që këta të 4 kanë aksionet dhe ta lëvrojnë paran diku tjetër, merrini me mend se çfarë do të ndodh në këtë anë kur i merr parat. Ndodhi një fatkeqësi. Pse? Sepse ka lëvëruar, nuk po flasim për shifra banale, por flasim për miliarda.
Për shembull, njëra nga këto shoqëri mori bëri një lëvizje para 6 muaj, 7 muaj që e kemi bërë dhe këtu pikërisht e kemi bërë në një video, ku bleu një nga këto shoqëri 250 miliard dollar flori. T'ja u përsëris 250 miliard dollar flori. Po flasim e përsëris dhe një nga 3 kompanitë më të mëdha, që pasi mori, se ka aksione, pasi mori nga të gjithë këta, çfarë duhej, 1%, 2%, 3%, 6%, investoj këto në këto para. Tani çfarë ndodh? Me kalimin e kohës, këto kompani, këto të mëdha, tani janë në deficit, sepse normal që kanë lënë 1% që ja dhanë kompanisë madhe dhe janë të detyruar që të rrisin çmimet nga diku që të marrin. E kështu rrisin këta, rrisin dhe ata që janë më poshtë, rrisin dhe ata që janë më poshtë. Pra rrisin këta 14%, këta të 14%, rrisin ata 40 të 40% dhe rrisin ata të 400 më poshtë. Pra kështu ndodh kur bie mbi popullin, sepse është populli që punon. Nëse nuk punon populli, këta nuk mund të marrin dot asnjë aksion, nuk mund të blejnë dot aksione, sepse është populli ai. Pra në global, si nëse të marrim për shembull, ka 100 miliard, thash një shifër kotje, janë triliona, por themun për shembull 100 miliard, për ta kuptuar më mirë. Në 100 miliard, nëse këta tipat këtu kanë 50 miliard dhe të tjerët kanë më pak, sepse secili ka nga pak, ju kujtoj që këta kanë gjithmonë gjysmën e të tërë buxhetit çfarë është atje, pra këta të tre. Tani pse ja u thash këtë? Sepse thash më ndiqni me kujdes. Në të gjithë globin janë përafërsisht rreth 200 kompani të mëdha, të tilla. Në të gjithë globin, po flas edhe në Rusi, në Kinë, në Afrikë, janë përafërsisht 200. Në këto që janë 180 sa, që është e vërteta, në këto 200 kompani, ose 200 investitor, këta që blejnë aksionet, ka rreth 75-80% të buxhetit botëror në duar. I kanë këta. Pra, 200 familje, ose 200 kompani, kanë një buxhet më shumë se gjysma që lëvrojnë, më shumë se gjysma e buxhetit botëror, që janë triliona. Për shembull, do t'ju them një. Donald Trump, për shembull, familja e tij kishte një pjesë të madhe të pasurisë derisa ai përpara se të bëhesh president. Mirë po me ardhje në pushtet, lëvizjet që ka bërë, sepse njerëzit investojnë, është një emër, është një diçka që është president, është një emër, është një tani nuk është më biznesmen si ishte dikur. Dhe emri i tij, lëvizja e tij, merrni mend edhe vetë emri në të gjitha rrjetet sociale, në portalet e tij, të gjitha këto rrisin çmimin e atij. Dhe ata të tjerët që janë përreth tij investojnë. Dhe kështu që ky bëhet akoma më i pushtetshëm. Pra me blen aksione, bëhet më i pasur. Merreni me mend që në një kohë të shkurtër, tani në këtë mandatin e dytë, Donald Trump, pasuria e Donald Trumpit, është rritur në 130% pak në kështu thuhet. Me një fjalë, edhe sigur, nëse ai kishte për shembull nuk, sepse ka disa nga kompanitë që thuhet që ja ka lënë emër të tjerëve. Dhe mendohet që është rritur shumë pikërisht pra nga shkaku për të gjithë rritet. Nëse një emër tani bëhet një president i ri, edhe emri i tij do të rritet, edhe shoqëritë e tij, kompanitë e tij do të rriten, por edhe aty ku ai do investoj. Pra në vendet që investon, si thash edhe më parë, që bëhet aksioner në disa vende. Pra të gjitha këto rriten, sepse rrit çmimin, sepse investitorët janë aty. Nëse keni vëre për shembull, flitet për një, nëse është një influencer, një biznesmen, mjafton që të flitet, bëhet film, investohet mbi të, sepse njerëzit e shikojnë si investim, nuk e shikojnë si bëri gabim apo nuk bëri gabim. Nuk i intereson fare. Me një fjalë, disave nuk u intereson nëse dikush bëri gabim ose jo. U intereson që të bëjnë para. Pra, pushteti ekonomik nuk qëndron
në banka. Nuk janë bankat që kanë pushtetin ekonomik. Bankat veç mbajnë ato para, por parat janë të tjetër kujt dhe bankat nuk mundet që t'i zhdukin ato para. Jo, absolutisht jo. Bankat janë pjesë e atyre dhe bankat janë të detyruara të rrisin çmimin. Por bankat, nëse dikush do të guxonte që të bënte një budallëk për shumë të merrte dhe asnjë bank nuk e ka bërë. Më thoni një bank që e ka bërë që mori parat dhe iku, sepse pas infarkoi nuk do ta gjeni më as trupin e tij. Pra, bankerët e dinë shumë mirë këtë, sepse parat edhe sikur t'ia lënë dikujt tjetër, fëmijëve tyre apo nipërve apo mbesave, ata mjeshtrat e mëdhenj i gjejnë, sepse janë parat e tyre, nuk janë parat e bankës. Kështu që nuk është banka, kur thotë ndonjëri që banka është, nuk është banka, janë të tjerët, ata që vënë taksa, sepse aksionit janë të tyre. Pastaj fillon banka dhe tjerët dhe kompani më të vogla. Tani, çfarë do të thotë kjo? Në një situatë të tillë, për shembull si gjendemi tani, në qoftë se këta që kanë pushtetin ekonomik në dorë, do të lëvizin, sepse e bëjnë shumë prej këtyre, e bëjnë për të pasuruar. Jo vetëm luftrat, jo vetëm lëvizjet që bëhen, të gjitha lëvizjet, sepse riprodhohet në çdo vend. Dhe në qoftë se nuk ka riprodhim, atëherë rriten çmimet. Rriten çmimet sepse në momentin që rriten çmimet, pasurojnë edhe bankat që punojnë për ta, edhe të tjera shoqëri që punojnë për ta, ose edhe vetë ato shoqëri që ata janë aksionerë. Shiko, ata duke qenë aksionerë nuk punojnë, por kanë përqindjet e ato shoqëri dhe shoqërit janë të detyruara të punojnë që të nxjerrin jo vetëm për vete, por edhe për ata, sepse kanë blerë. Pra, pushteti ekonomik nuk qëndron në banka, nuk qëndron tek politikanët, tek jo, qëndron vetëm tek një grup njerëzish. Pra, janë vetëm 2, 3, maksimumi 6 kompani të mëdha, që më të mëdhat, siç thash, janë ato 3-4. Megjithatë, doja të pyesja juve. Më thoni nëse gaboj në një diskutim të tillë dhe do dëshira një komentin tuaj. Hajde, faleminderit dhe mos e mendoni shumë sepse, shiko, kemi të gjithë në këtë botë kemi ardhur lakuriq dhe lakuriq do kthehemi. Dhe unë më përpara mendoja edhe unë si gjithë, do bëjmë këtë, do bëjmë atë. Mirë po, të ecësh me këmbë në tokë ngadalë, mjaft të jetosh mirë dhe të punosh, nuk diskutohet, dhe të shikosh punën tënde është gjëja më e rëndësishme, sepse ata që prodhojnë, si për shembull ai i Apple-it, Steve Jobs, punoi tërë jetën, nuk i gëzoi fëmijët, nuk gëzoi familjen, nuk gëzoi çdo gjë, sepse ishte gjithmonë i ikur, takime, erdhi një moment, wow! Dhe i tha bashkëshortes, çfarë kam bërë? Kam humbur një gjë më të rëndësishme. Tani që e shikoj që ti je afër meje, fëmijët janë afër meje, tani shikoj rëndësinë e familjes, rëndësinë e njerëzve që kam afër, të shokëve, të miqve. Por ishte vonë, e kujtoj shumë vonë. Pra jeta ikën, ti nuk di kurrë se kur mund të jesh sot apo nesër. Kështu që unë them që të jetosh jetën ashtu siç vjen, me të gjitha të gjërat që duhen, por të sistemuara, secila duhet të ketë vendin e saj, jo të jesh i babzitur për para, ose për pushtet, ose për politik, ose për çdo gjë. Pra duhet se s'bën secila të jetë me mizurën e dur, okay? Me peshën e dur. Më thoni nëse kam boj. Hajde, ju përqafoj.